ka ditë që thash nuk jam gjendje të mirë emocionale, sepse jam duke e përjetu shumë rënë. Kërkoj ndjes, por që jam shumë e prekur emocionalisht çdo ditë. Padyshim që gjitha rastet me cilat po merreni janë shumë të rënda edhe po cilë është ajo që të ka ngel në mendje, që është në gjendje më të vështirë, saqë e ke pas edhe shumë të vështirë me e menaxhu situatën. Kam shku në një familje në Janjev, edhe kur jam fut brenda, i kom pas që janë 15 fëmijë. Nëse s'gaboj, një 20 e diçka vjet jetoj në 2 dhoma. Kushte, më vjen keq po e them, po në kushte të mjerueshme. Me lagështi, pa kuzhinë, pa banjo, pa ushqim, pa asgjë. Edhe kur i kom pa ata fëmijë, edhe lotin sy tyre, edhe shikimi tyre me shpresë që ti kemi ndryshu diçka për ta, me të vërtet po të them që ka qenë një moment shokues edhe më kanë humbë dhe fjalë. Nuk e di as emisionin se si e kom realizu, kur e sheh një fëmijë aq të bukur, aq të mirë, aq dashur, edhe të shikon sepse apo mundesh mja zgat dorën, apo mundesh mja u bë një zgjedhje, si me thonë, kur i shet që fëmijët nuk mujnë me shku në shkollë për shkak të kushteve, sinqerisht po them nuk është e lehtë, edhe për mu ka ditë që thash nuk jam gjendje të mirë emocionale, sepse jam duke e përjetu shumë rënë, është shumë e vështirë me pa që një fëmijë aq i mirë, aq i talentuar nuk mundet me shku në shkollë për shkak të kushteve dhe rrethonave të cilet po jetojmë ne. Une nuk, ndoshta këtë kemi kalu vështirësi edhe une e di që dhe me thonë arsimimi, une e di që do të thëtë që me ndjek shkollimin, por ndonjëherë unë shpresoj që ata fëmijë kanë mu bo një ditë ndoshta njerëz e zot vetë, zot familjes, por që është e vështirë që ne të paktën si vend, si shtet, si popull, që të paktën mos ja u sigurojmë një vend ku t'jetojnë edhe shkollimin, kështu që kërkoj ndjes, por që jam shumë e prekur emocionalisht çdo ditë nga çdo rast që po shoh. Pastaj në shoqatën Hendifer në Ferizaj, një shoqat me asit kufizuara, kom pa njërin kulic që nuk mundet as me fol, as me ecë, kushtet vështira ekonomike, vetëm ideal në familje. Po shoh shumë raste të vështira edhe shumë e vështirë me përballu. Por që uroj, shpresoj me ndihmën e Zotit. Është për të duar trokitur edhe vlerësuar shumë puna juaj edhe angazhimi kaq intenziv për të dalur në ndihmë njerëzve, se sot e shoh që të gjithë synojnë të marrin emisione televizive në studio shumë më glamuroze dhe jo në këtë periudhë keni zgjedhur që t'ju qëndroni njerëzve afër, kështu që kjo meriton një vlerësim maksimal dhe thjesht bravo ju qoftë dhe shpresoj që ta përmbushni misionin e juaj.